Broja, vlezër e motra, nuk ka nevoj për doktor, broja nuk ka nevoj për kurim, broja nuk ka nevoj për përkrahje, broja ka nevoj të heqin magjin. Broja, vlezër e motra, lojtari më i mirë që i ka ardhur ndonjëherë kombit shqiptar, më i mirë se çdo lloj lojtari që kanë zjerë kombi shqiptar, më i mirë se Vokri, më i mirë se Shaqiri e Xhaka, më i mirë se Ilir Përnaska, më i mirë se Shoqëri Ballgjini, më i mirë se sa Fisnik Aslani e Zhegrova, është në krizë. Edhe ka për të qenë krizë gjithë jetën. Unë besoj, magjia ka qenë dhe është e përhershme. Kanë qenë kultura e shoqëri shumë më të avancuar se sa ne, që kanë bë piramidat që s'mund t'i bëjnë në kurrë, edhe kanë besu në këtë black magic, në magjinë e zezë. Broja është i mallkum, djali më i mirë që i ka ardhur ndonjëherë kombëtares shqiptare, po vunë se ka një magji nëpër kom. Ati duhet heq magjia, ati duhet shkatru magjia. Prindrit e tij, njerëzit që e duan brojen fort, që e do gjithë kombi, luten për brojen, por ati s'kan shqipojnë doktorët, brojës nuk kanë shqipojnë trajnerët. Broja është si Krishti, Krishtin e kanë gëzhtu kur erdhën në këtë jetë. Njerëzit e mirë vujnë në këtë botë. Broja i ka të gjitha, talent i mrekullueshëm, djalë fantastik, njëri që e don kombëtaren edhe kombin me shpirt dhe qan se s'po është në gjendje të jap atë që duhet jap. Hej broj, ti kurohu, për arsye se kombëtarja që ti e don aq shumë nuk vun për lojtar. Ka sot Dakun, ka Hoxhën, ka Mitajn, ka trajnerin Hysa që është rikthy, e ka rigjet veten. Kombëtari është e mrekullueshme. Në anën tjetër ne kemi një skuadër fantastike prap në Kosovë, me Zhegrov, me atë si ka i është një mbrojtës si Mita i jon, i harova emrin, një djalëri në Kosovë, Fisnik Aslani, gjitha. Ne jemi mirë, ne dum që ti broj ta marrësh veten, po erdhe ta ndihmosh Shqipërinë, po që ti je shnetshëm mrekulli. Po se erdhe vetëm kujdesu për shnetin tat, se ne gjithë tifozët e thjesht të dum ty. Mos e thash këta urime broja, urime kombëtares, urime djemve, duke filluar gjithë nga ato që unë shaj, si Manaj, po që ka bën një gol fantastik në që quhet në Serbi dhe sidomos atë Shqiponjën, që ka bërë sa 100 kampionate, e deri tek ata që unë i lavdroj për aty kryesorin, urime, suksese shqiptarëve, shqiponjëve tona edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Ne u kualifikum për play-off, por ju djemtë kombëtares, ju djemtë përfaqësuesës, për të kombëtares në Tiranë dhe të përfaqësuesës në Kosovë. Ne duam që kur të hyni ju në fush, ju të jepni më të mirën, por të bëni lojë të kënaqeni, mos të jeni në presion. Në qoftë se ju bëni lojën tuaj më të mirë, edhe jepni gjithçka që s'ka dyshim që do jepni, edhe në qoftë se nuk fitoni, ne nuk mërzitemi me ju, po ju përkrahim. Ne nuk duam që ju të hyni me presion, e të vrisni veten, e të rini me tension, se jo ndoshta se bona gol e pata mundësin, jo se pata mirë. Lozni, shijoni, kjo është lojë. Loja është për të lozë, ne kënaqemi në qoftë se ju do të shijoni lojën edhe do të na dhuroni neve më të mirën që keni ju mundësi. Ne nuk duam ju që të bëni vezën e kuqe, që të rrifni fjalavje për shembull Zvicrën, edhe Anglinë, ne ku ta gjejmë,
por ne duam që ju t'jepni më të mirën. Në qoftë se ju jepni më të mirën fush, edhe në qoftë se nuk kualifikohemi, edhe në qoftë se rrifemi ne ju afalim juve. Pra luni pa presion, luni pa tension, luni me knajsi, por jepni gjithë shka që keni ju mundësi. Po dhati ju gjithë shka, ne jemi të knajsh. Po qëse ju keni respekt për ne, edhe për ato uniformat që vishni të Kosovës dhe të gjithë kombit kuqëzit, ne ka zhrum për ju. Në qoftë se unë për shembull shaj e bërtas, që e bëj këto? Unë nuk e bëj për shembull se kam në gjo fjallavja kundër hyset, kur s'ka qenë në momentet e ti më të mira, si që kam dash gjithmonë kur ka lujt në kohën e Dëbjazit, edhe e du të shti që po loz e jep më të mirën. Unë nuk kam pas asgjë me të kur ka loz në Evropë, si kur se s'kam pas as me Veselin, Kukelin, ato i thret kombi, ato i thret detyra, ato shkën fush. Unë problemet i kam gjithmonë me trajnerët dhe me kombëtaren, duke mendu që ato i fut disa për juve, ju fut Duka, njerëzit e kombëtares, edhe ky idioti që kemi për trajner. Tashti, mund vjen jashtëzakonisht keq, i irritohem jashtëzakonisht me njerëzit e medias që në qoftë se ndalë që e shtyjmë topin edhe bëjmë një gol pa dashje dhe fitojmë, e ngrenë Silvinjën në qiell. Po në qoftë se ndalë që bëjmë çdo gjë mrekullisht, po s'don, nuk hyn topi, shkon shtyll, e pret portieri, dalin aty, nuk hyn, bëjmë lojë të mrekullueshme, po hum, këta hedhin poshtë. Kaq janë këto mijopët, këto idiotët që më çmendin, që nuk shohin kur lojën. Natyrisht që neve në duhet rezultati, por trajneri i kombëtares po gjykohet gabimisht. Në qoftë se çunët japin shpirtin në ty, edhe pse të gjymtum nga idiotësia e këtij trajneri që vetëm trajner nuk mund të jetë, vëllezër e motrës duhet t'i japim lavdin këtij maskaraj, këtij evgu që në ka shkatru çdo gjë me manën gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ndeshjeve, që e furnizojmë topa nga ajri dhe s'kap një top Manoj. Nuk është faj Manojt. Unë e di potencialin e Manojt. Është faj këti idioti që s'njeh lojën dhe s'di ku ta fus Manojn. Nuk është ngjitje të kuptojë që Manoj po i erdhi topi nga krahat që ta shofi, ose tjetë lojtari pak më para, ai është lojtar fenomenal, siç boni dhe golin se i erdhi krosi, tamam jo nga mrapa. Por loja që bë ky idiot, ky psikopat, Silvinja, që japin topët e largët e gjatë nga mrapa, që nuk është në gjendje të shoh që ajo nuk ka funksionuar asnjëherë për Manojn dhe nuk do të funksionojë dhe prap nuk e ndryshon, kjo tregon që ai s'merr vesh nga futbolli. E dyta, për shembull me Anglinë, që fillova të bërtaset çirë mund që ka ardhur koha me nxjerr Ozunin. Ozuni boni mrekullisht mirë. Kur lozi dhe zëvendësoj brojen, por Ozuni s'ka qenë sot në vendin e tij, që një trajner që është trajner do ta kishte pa që në 5 minutët e para bën eksperimente dhe 10 minuta më shumë, 15, po jo më shumë se gjysmore, jo të lej gjatë gjithë lojës për eksperiment. Ozuni nuk ishte sot në formën e tij më të mirë, nuk ishte sot në rolin e tij më të mirë, duhet ishte zëvendësu shumë kohë më parë, qoftë nga Daku, qoftë nga Broja, qoftë nga Tuci. Kurse ai futbollisti i shkëlqyshëm mes fushës, Laçi, duhet ishte zëvendësu që kur me Berishën, Laçi sa herë hyn në fushë, është një lojtar që jep shpirtin fush, është prodhues, por ishte koha që të bonim zëvendësime dhe ishte lojë luksi, ku ne duhet i shiftim lojtarët tonë me Don Berishën që është më i miri nga shqiptarët në Itali, edhe nuk e pam. Anglia që është Angli,
I boni gjitha zëvendësimet dhe me zëvendësimet të rifreskoj skuadrën dhe filloj ndeshën. Ky ma gjyp, ky ma skara. Nuk I bën ndryshimet dhe I bën gjithmonë ato 10 minutët e fundit sa gjdin. E bën me të kështu mekanikisht. Jo sa është krijues dhe shef lojën. Unë shoh mjaft mangësi që këta nuk e bëjnë trajner. Për shembull, ky shkatron manën së sulmues, ky shkatron brojën se nuk I jep dakun mes edhe hoxhën në të njëjtën kohë që të lozin të tre, edhe broja urojmë të jetë mirë, e të shërohet, sa më parë këtë kërkojmë, edhe ky po shkatron lojtarin më të mirë fantazistin e kombëtares Bajramin. Medim Bajrami nuk është sulmues, edhe sikur të jetë sulmuesi më I mirë që ka njoftë ndonjëherë bota, për arsye se është fantazist, duhet të jetë në mesin e fushës së shumë I tërheq nga mbrapa për arsye se ai ka cilësi të jashtëzakonshme që si ka asnjë lojtar I kombëtares son, vetëm Mesit I shefet atë cilësi, që ai ditë dribloj bukur, po ai ditë nxjerr lojtarët kur e ka topin për me dhënë topin atje ku duan. Në qoftë se ti atë në vijën e parë të sulmit ai s'ka mo, e ja ka heqë rolin kryesor që ai ka që të dirigjoj lojën, sepse është I funit, është në sulm, vetëm para portës, ai mund ta bëj këtë mrekulli, mund bëj gola, po ti I ke humb cilësitë që I ka rrallë në lojtar. Për shembull, Aslani në mes fushe është njeriu më I saktë që I jep topin atje ku duhet lojtarit që ka dalë në pozicion për të marrë topin, kurse ky Ramadani që se në gjendje të shohin këta trajner koti, nuk është si Aslani që ta jep topin atje ku ka dalë lojtari, por Aslani e krijon, e detyron, e sforcon lojtarin të dalë atje ku duhet me dalë me marrë topin, se e bën lojën të tillë. Edhe kjo nuk mund t'ja heqë ati rolin kryesor me qenë dikun mes fush ose I tërheq. Edhe të vrapohet shkojnë sulm, por ti po ja hoqe këta ati të Bajramit, atë cilësinë e dirigjimit lojës, atë fantazin, edhe e le pa fantazi plujnë tjerë për atë, ti ke shkatru lojën sa aqje. I djatë s'kupton, mund të kesh qenë futbollist I mrekullueshëm me Brazilin ku ke luajtur në Spanjë, edhe por ti nuk merr vesh nga futbolli asnjëherë. Unë nuk kam pa që Silvinja të di të bashkoj lojtarët që lozin njëri me tjetrin, kanë kimistri lojtarët. Çdo lojtar ka një kimistri me një tjetër që mund të mos luajë mrekullisht Felavia Hysa Azem, nuk mund të luajë shumë mirë me Ballion, por mund të luajë jashtëzakonisht mirë me një lojtar tjetër. Krijohen këto vetvetijohet format e lojës. Ai akoma nuk e ka zbulu, edhe nuk e ka kriju lojtarëve që të dinë me kë kombinon, që e lexojnë me synull lojën njëri tjetër dy lojtar. E treta, trajnerët sot në përbotrat, trajnerët e kombëtares po bëjnë një mashtrim të madh me federatët, ana kanë botës, me tifozët edhe me lojtarët. Trajnerët nuk janë për të bërë stërvitje kombëtares. Djemtë e kombëtarëve jo të Shqipërisë, por të gjithë botës, luajnë për skuadrat më të mira që ka bota. Ata bëjnë stërvitje ditë natë dhe bëjnë ndeshje her pas hershme, edhe kur s'luajnë në ndeshje, për shembull Ezem që nuk luan Bajrami, por Bajrami është Rangers, që është ai bën stërvitje çdo ditë. Për shembull, Ezem, Zylif Sula ka qenë një nga futbollistët më të mirë në zonën e Durrësit. Futbollisti Sula, për shembull, ishte Ezem në skuadrën e Erzenit. Edhe e ka marrë Erzeni, por nuk e ka fut 4-5 lojë dhe e ka marrë nga Monza që ta ketë rezervë që se vritet në tjetër. E ka marrë Castile, se ka lojtar shumë fenomenal. Në Monza tash lu Sami Gjoka çdo ditë. Sami s'di të bjerë topit, po të ketë portën përballë, edhe ma japin mu topin pa portë, gjuaj edhe unë nxjerr jashtë. Nga që unë luj për ditë në Mons, nuk do thotë që unë mund të marrë vendin Zylif Sulës apo Niko Papës. Unë them ata lojtarë që kam dash, që kam njeh përpara. Pra, mos gjykoni ju për lojtarët që vinë nga skuadra të mëdha, edhe lojtarët që vjen nga një skuadër e kampionatit turk. Edhe ai që në kampionatin turk lu për ditë, nuk barazohet kjo kështu. Por
Ajo që desha që më dhem është stërvitja që bëjnë këto trajnerët, jo vetëm në Shqipëri, po kudo në botë, për një javë para ndeshjes, edhe është shumë intensive, është me tërgu, me justifiku që shifshë po bëjon, edhe është idiotësia më e madhe që ekziston në botë. Lojtarët vinë nga kampionati, janë stërvitë dhe stërvitën në çdo ditë. Nuk do të stërvitën për 5 ditë që vinë aty. Ato 5 ditë që vinë aty, ti s'ke nevojë të bësh stërvitje se bëjnë trajnerë shumë të mirë se ti stërvitje çdo ditë lojtarëve. Në qoftë se ti don, boj lehtësi me shlodhje edhe ndeshje me njëri tjetrin. Thjesht kjo është ajo. Let lozin edhe ti shef kush kombinon me njëri tjetrin. Ndroj skuadrët, nda 11 kthej 11 atje, edhe ndro vazhdimisht. Çoje një lojtar si në voleboll atje, bjerë këtu, vetëm ti rrie shikon se kush kombinon me cilin, edhe kush është më mirë ku për ka, po jo që të bësh stërvitje. Këta e bëjnë gjithë këto trajnerë, ku do në botë se duhet të justifikojnë milionat që marrin, por ne, edhe një herë, këta janë për të hedhë hi syve publikut, këta janë për të manipulu atë federatet, me justifiku pare të mëdhoje se marrin miliona dollar që si marrim kot, shif se bëj stërvitje, është të turpshme, është idiotësi në këtë botë për në njeri me mend në kokë, të mendoj që vjen lojtari nga Juventusi Zhegrova, për shembull, me Juventusin luaj Zhegrova, fjala vje, edhe do të stërvitet nga foda në Prishtinë, apo këta janë idiotësi, këta janë më hollë syve, këto janë gjona qesharake, e vetëm një gjë që duhet bëj një trajner është t'i marrë lojtarët, edhe t'i ndajnë dy skuadra, edhe vazhdimisht t'i ndrojsin voleboll, dërsa të krijojë idetë më të qarta, kush los, kush janë gati për ndrim, për çdo ndeshje në bazë të formës që kanë ato ditë. Pra, do bëjnë si foda që edhe Zhegrov që lu me Juventusi nuk e vend në qoftë e në formën jo më të mirë se sa dikush i për shembull Fisting Aslani. Pra edhe një herë, ne kemi sa djem të mrekullueshëm në të dy skuadrat tona, ne shkojmë në play-off, në qoftë se kualifikohemi do fluturojmë qiell, në qoftë se nuk kualifikohemi dhe japim më të mirë ne me ju, djemtë tonë, Manoj, Aslan, Moriq, Starov, që është të thonë për këtë, si ka këtë portieri, se s'jam në rregull nga herë ka trut, si ka këtë portieri jonë i mrekullueshëm, që ka pas edhe babën portier, Strakosh, së dhash Starov. Të gjithë, ju keni atë respektin tonë, mos hyni kur në fush me frikë, me presion, hyni me ballin lart, kënaqeni fushës, jepni më të mirën, edhe nëse jemi më të mirët në botë. Janë gjithë, mund në rafë edhe një skuadrë me vogël, si shdu në të rafë dhe ne skuadrët më të mëdha. Unë vuj, kur shaf në stol, lojtarë shumë më të mirë, se sa ata që futën fush, po ju gjithë që futën në fush keni respektin tim. Kur flas në emrin tuaj, unë urrejtjen e kam të trajneri. E sa për ju djemët që lozni, ju kur uroj që mos ta merrni këta si lena që flasim, që t'ju fusim juve në sherr, në grindje, në zëli për njëri tjetrin. Ju jeni të gjithë atje për të na dhuruar neve një lloj satisfaksioni. Të gjithë keni dëshirë të lozni në këtë turne, disa për juve, por thjesht që jeni ftuar atje, gjithmonë kur të ftoheni nga kombëtare ju djemt, apo nga përfaqësuesja, mos e mendoni në radhë parë që po ftoheni edhe keni vendin sigurt, por po ftoheni si ushtar që po ju thriti kombi dhe ju futin fush do jepni më të mirën. Edhe në qoftë se nuk ju fusin do të përkrahni ata që janë, edhe thjesht që jeni ftuar është një nder i madh. Edhe unë do të sugjeroj edhe ashtu që si Shqipëria, si Kosova, ne kemi nevojë dhe kemi dëshirë që të bëjmë një imazh të madh edhe në futboll. Si të tillën do doja nga sot dhe tutja që mos t'i marrim për shembull lojtarin Kosovës, vetëm që ta marrim me pas rezervë në qoftë se nuk jemi të sigurt që është super fenomen edhe ka vendin e sigurt. Ndryshe
do t'jetë jashtëzakonisht e dhimbshme për mu që ta shoh një lojtar që kalon Kosovën për Shqipërinë, që për mendimin tim kalon një lokal, një zonë, një rajon të kombit për kombin e madh, por t'i elen vend duke siguria dogje Kosovës. Pra, në qoftë se merr vetëm ata që ke 100% sigur që e ka vendin tashi. Askush nuk e ka sigurt në këtë botë, por që është i paprekshëm, është fenomen, është si Messi, ndryshe del që t'i dogje Kosovës. Po që se në merr t'i Dakun, si Federata e Shqipërisë e kam lafin kombëtari e gjithë kombit. Edhe Dakun e merr Kosova dhe Kosova nuk e fut, nuk ka në gjotë madhe se s'ka qenë në formën më të mirë ose ashtu e kanë pas. Kur ja merr ti Kosovës dhe ti nuk e fut, del fatkeqësisht që e ke dje Kosovës. Ne duhet i largohemi këtyre. Sot kemi plot. Federatët duhet bashkëpunu me njëri tjetrën dhe me lojtarët. Ta kemi të sigurt që, hey, do ta merrni ju Dakun, ta marrim ne nëse se merrni ju, për arsye se ne kemi nevojë. Edhe ato thonë, nok, ne kemi më shumë nevojë. Në qoftë se ato kanë mend ta marrin një lojtar kosovar, para nesh ato duhet të marrin para nesh. Në qoftë se ndodh kjo, atëherë nuk vjen keq as Dakut as kujt, në qoftë se nuk futet se aty janë lojtarët. Si të fusësh Tucin, si të fusësh Dakun. Por nuk është një lloj për shembull sot për sot në pozicionet që fut ky Mane, nuk është një lloj. Mana është në nivelin e lojtarëve dhe unë jam i sigurt është sepse nuk e ka fut në pozicionin që duhet. Pra ky s'është në gjendje as të di se në çë pozicione duhet luaj secili lojtar dhe me cilin lojtar kombinon. Sami Gjoka ju përshëndet Brojës, i urojmë kurim sa më shpejt, edhe Broja, unë kam frikë, ka shumë nevojë për përkraje, sidomos emocionale. Unë kam frikë se më shumë se sa një krizë shëndetësore, ai ka tash një krizë psikologjike që duhet ndihmu, fati nuk e ecën. Edhe për mendimin tim, ati ka bo magji dikush. A është nga fisi se magji njerëzve je bëjnë njerëzit e afër, ziliqar, njerëzit e poshtër. Ka qenë black magic. Është një forcë, është një lloj që ditë manipuloj energjinë. Ka jetu, është përsjell brez mas brezi, nga njerëz të liq, njerëz të prirë për të bërë keq, ziliqar, edhe shkëputet e humbin disa, për shembull, duke kalu brez mas brezi, disa nuk e përsjellin njerëz që bën të mirë, por shumica e këtyre të fshet kalon brez mas brezi. Unë kam frikë. Unë kam frikë se Brojës i kanë bo magji se s'ban vaki, që ai çdo sekond ose e vrasin të tjerë dhe pos e vrahon të tjerët, ai vritet vetë. Lojtari më mirë që kemi pas ndonjëherë e që duhet kishim është në krizë. Por ju gjithë tifozët duhet t'ja mbyllni gojën atyre maskarejeve dhe ziliqareve që sulmojnë nuk e di për çfarë arsye, dhe t'jeni në përkraje që ky djalë që e don aq shumë kombëtarën, që qanë me shpirt edhe po vun aq shumë psikologjikisht, duhet përkrah dhe duhet thonë që s'është nevoja që ti t'na çosh neve, se ja ka dhënë mision vetes që duhet çoj Shqipërinë në botror. Të gjithë ju e keni për detyrë dhe po na çojnë. Edhe Broja nuk duhet hyjë në fush me të presionin e madh se presim ne që Broja kur të hyn fush, ka hyrë Krishti në shoj çdo gjë. Edhe pas në shoj çdo gjë, po luajti një lloj si lojtar të tjerë, ne themi po si ka gjë, i dham shansin. Pra ne kërkojmë që ai të jetë një super fenomen. Sa i punën e bën mrekullisht mirë kur hyn. Por ne duam që ta boj si se ka bo askush tjetër, se ndryshe nuk është Broja që presim. Pra janë pritshmëritë tona që kanë kalu të sakun edhe janë botë pa logjikshme. Sami Gjoka ju përshëndet.